pjesa kur erdhën çupat nga shkolla që sa u futu në ferm, gjë e parë që pan ishin flakët gjigante, nuk më hiqen nga mendja. Unë ndjej një pjesë shumë të madhe dhe të fajt, me thënë drejtën. Nuk e di pse atë ditë mu t'i pos në mendje që unë do ta pastroja dhe kisha zgjedhur një ditë që Toni mungonte në shtëpi, kishte një tur të gjatë me kuaj, çupat ishin në shkollë dhe thash do bëhet pis shtëpia, do ta pastroj, kur vin këta do ta gjejnë në rregull. Dhe ajo pjesa, domethënë kur flakët kishin kapur katin e dytë edhe kishin dalë nga dritaret, edhe pjesa kur erdhën çupat nga shkolla që sa u futu në ferm, gjë e parë që pan ishin flakët gjigante, nuk më hiqen nga mendja. Po çfarë mori zjarr? Unë po pastroja xhakun dhe po e pastroja duke e djegur. I vë një leck aty. Dhe e pash që diçka nuk shkonte. I thira Çeçës, punëtorit në video, Çeçë po nxjerr shumë tym, ke pasur shumë blozë ai. Dhe si më thanë ram qetësi, domethënë te kjo pjesa unë duke menduar që ai ka shumë vite di më mirë se mua. Dhe shpërtheu kështu papritur dhe Pra shpërtheu xhaku. po, dhe tani më gryen pak ai meraku, domethënë mënyra nuk e menaxhova mirë. Domethënë unë thjesht mendoja që mund t'i shuaja flakën, ndërkohë këtë kohë mund ta kisha menaxhuar duke nxjerrë gjëra nga shtëpia. Unë s'u mora fare me atë gjë. Dhe u dogjën shumë gjëra. Për gjërat e mia nuk më vjen keq, po për gjërat e çupave për shembull që ato Kujtimet më vjen keq. Më vjen keq që ato janë mërzitur dhe shkaku është i imi. Kjo më vjen keq. Nuk arritët do të shpëtonit asnjë fotografi ose dokumente ose Jo, asnjë gjë. Dhe për dokumentat patëm dhe i siklet tjetër, se unë zorën dhe një herë nga e para. Në fakt është hapur një debat Jonida në Shqipëri në lidhur me sigurimin që duhet t'ju bëjmë, po themi pronave, banesave, biznesit, sipërmarrjes. Nuk e di, si mendon, ju nuk e kishit siguruar apo jo? Nuk e kishim siguruar, ishte në proces legalizimi. Si mendon, a do ishte kjo një zgjidhje duke nisur edhe nga përvoja e hidhur që keni pasur ju? Patjetër që do ishte një zgjidhje. Unë nuk e di se si janë përvojat me agjencitë e sigurimit.